Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nuk ka ditë më të mirë tek Zoti i Madh. Pas kësaj dite vjen dita e festës, e cila ka një kuptim, ka disa mesazhe të dhëna nga profeti, edukatori, mësuesi i njerëzimit. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. E Zoti i Gjithësisë ka dërguar dhe ka kërkuar dhe ka folur shumë për zemrën, sikurse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nëse nga zemra e njeriu hiqet mëshira, mëshironi ata cilët janë në tokë, për treguar bindjen dhe përgjigjen që sot e thonë miliona besimtarë kur shkojnë haxh. Maliki yawmiddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Dhe unë do të ndaloj pak kjo çështja e dashurisë ndaj Zotit dhe punëve që Zoti i Gjithësisë i don. Kur kthehemi tek Ibrahimi alayhis salam, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu الله Akbar. أكبر. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمد. për Allahun Azza wa Jall e kërkon Zoti i Gjithësisë për çdo musliman dhe muslimane, për çdo njeri në faqen e vet. E ky është mesazh shumë i madh që duhet ta kuptojmë, i nështruar, i përulur me dashuri të plot. حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.